Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një supë të thjeshtë. Po e sjell këtë recetë si ide që mund ta përgatisni për iftar. Supa që do të përgatisim sot është një supë shumë e thjeshtë, përgatitet për fare pak minuta dhe me pak përbërës, por në fund fare shijon shumë. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në këtë rast, unë mishin e kam futur tek tenxhera me presion, kam shtuar aty një kokër qep të paprerë, 2 karrota të qëruara, të paprera, kam shtuar 3-4 thelpinj hudhre, kam shtuar pak krip, piper të zi dhe rigon. Dhe gjithashtu mos harroni të shtoni dhe ujë që na duhet për zgjerrjen e mishit. Mund të veproni në këtë mënyrë siç kam vepruar unë në video, pra të presiononi mishin, ose nëse doni dhe mishin nuk doni që ta presiononi, por doni që ta zjeni në tenxhere normale, mund të veproni njësoj. Unë mishin e kam presionuar për të paktën 1 orë e gjysmë tek tenxhera ime me presion. Çdo gjë varet nga tenxhera që keni në shtëpinë tuaj. Do të marrim pak nga lëngu dhe perimet, do t'i shtojmë në një tenxhere tjetër, dhe të gjithë masën që kemi në tenxherën tjetër, do ta frulojmë ose do ta kalojmë në një mikser derisa të bëhet një masë homogjene. Pasi masën e keni gati, e shtojmë tek tenxherja dhe tani do të shtojmë aty rreth 1 fixhan të vogël kafeje me oriz. E vendosim tenxherën në zjarr që të zjej për të paktën 15 minuta. Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe pak nga pjesa e mishit, kjo varet në dëshirën tuaj. Dhe kur mendoni që supa ka arritur trashësinë që duhet dhe gjithashtu edhe orizi ka zier, tani supën e keni gati, mund ta kontrolloni për krip dhe më pas mund t'i shtoni sipër pak gjalp të skuqur me mëndërs ose nane ose nenexhik si quhet ndryshe, dhe më pas supën e keni gati. Dhe tani supën e keni gati për ta servirur për familjen tuaj. Është një supë shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë për iftar. Mund ta përgatisni për çfarëdo lloj rasti në familjen tuaj. Shpresoj shumë që edhe ju ta pëlqeni këtë recetë dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.